Dita e zgjedhjeve të djeshme edhe nga qytetarët është vlerësuar e qetë dhe pa ndonjë incident të theksuar. Një nga qytetarët intervistuar sot thotë se ishte një proces zgjedhor i mirë. Krejt normale, shumë qeta, shumë mirë, e tregum një edukat, një kulturë si mon zgjedhjet. Kështu që për çdo lavdot, për çdo ai dëshirë çdo kuj, vota është të shenjtë. A votove edhe ti? Patjetër që po. Patjetër që po. E një tjetër intervistues shkoi pak më larg me mendime. Ai vuri theksin te politika e jashtme. Zgjedhjet kanë qenë shumë mira, por për shembull si popull, si njerëz na i dim mirë respektu zgjedhjet, po këtu ndërhyn politika. Politika, sidomos politika jonë, që i lejojmë për shembull politikat e jashtme, domethënë na vetë jemi fajtor që i lejojmë ata më ndërhyj dhe nuk i dim kush janë miqt edhe kush janë armiqt. Ndërsa votues të tjerë prapa kamerës thanë se dita e zgjedhjeve është rrumbullaksuar si një proces i suksesshëm, ku qytetarët kanë mundur të shprehin vullnetin e tyre në mënyrë të lirë dhe të qetë.